Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë historinë e 27 vjeçare nga Tirana me emrin Angela Nazifllari, nëna e 4 fëmijëve, e cila rezulton në zhdukur e humbur për familjarët e saj që prej janarit të vitit 2023. E në fakt janë mbushur 3 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Regjia do më ndihmoj me foton e 27 vjeçares, Angela Nazifllari, e cila fatkeqësisht ka lënë 3 fëmijët e mitur, është larguar dhe drejtimi është i paditur, ndërsa fëmijën e vogël e ka marrë me vete. Më ndihmoni me pasaportën televizive që ne kemi përgatitur për 27 vjeçaren Angela Nazifllari. Kjo është 27 vjeçaria nga Tirana, e cila humbi kontaktet me familjarët e saj në Shqipëri janarin e vitit 2023. Historia e kësaj 27 vjeçare është një histori e dhimbshme. Ditën që ajo erdhi në jetë, humbi nënën dhe është rritur nga gjyshja e saj dhe asaj ka thërritur nën. Dhe sot me mua në studio është gjyshja e Angelës, zonja Drita Fetaj, që menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Për janarit të vitit 2023... S'kam asnjë kontakt me atë. Angelën. S'kam fol fare. Nuk kam fol o birë. Për atë kam marrë nona që i ta kërkoj. Angelën. Ka marrë malli dhe ke merakus, çfarë ka ndodhur me fatin e saj? Se di ma është gjallë, apo së është gjallë o birë. Ka dhe 3 fëmijë tjera që po i kërkon, shiko si ka arçoni me vete. Po, djalin e Angelës, 11 vjeçari, djalin e madh, që është 11 vjeç. Po, ndodhet në ambientet e Report TV dhe pas pak unë do t'jap edhe një video, një mesazh që ai ka dërguar për nënën e tij dhe është e dhimbshme që 11 vjeçar kërkon dhe i bën thirrje nënës ta telefonoj. E dashur Drita, ne do qëndrojmë të dyja në studio dhe ju do marrëfeni të gjithë historinë e Angelës, por ajo ka një histori të dhimbshme. Nëna i ka vdekur, nusja e djalit. Po, ka vdekur. Ditën që lindi Angela. Sa lindi ajo vdiq, se i bote me aperim. Gjatë operacionit ndërmjet. Po. Dhe sa fëmila, Angelën dhe... Edhe Sametin. Edhe një djalë. Po, dhe i djalë. Dhe Angelën e rritët ju? E rrita unë. Ajo t'ka të rritur ty nën? Të dy, motre vlla. I ke rritur ti? Unë i rrita. Ndërsa djali juaj? Ka qenë shtëpia ju. Neti, goxha, mas vdekjes asaj. Mas ana pa jetën e vet ai se i ri ishte. U rimartua? U martu. Por fëmijët nuk i mori me vete? Familje vetë, do me thonë ka dal nga shtëpia, i sështë. Kalamojt ja rrita unë. Ja keni rritur ju? Po. Mirë, do më lejosh të prezantoj një material, një kronik që ne kemi përgatitur për humbjen e 27 vjeçares nga Tirana, Angela Nazifllari, dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e kësaj gjyshe, me shpresën që ajo shëndoshe mirë ndodhe diku dhe ndoshta sot na ndjek nga ky transmetim. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Ka histori që nuk zhduken me kalimin e kohës, por bëhen dhe më të rënda nga heshtja. Historia e Angela Nazifllarit është njëra prej tyre. Për janarit të vitit 2023, 27 vjeçaria humbi çdo kontakt me familjen, pasi kishte kaluar në territorin e Serbisë. Telefonata e fundit ishte e shkurtër, e paqartë dhe plotangët, që nga ajo natë telefoni i saj nuk është hapur më. Jeta e Angelës ka qenë e vështirë që në fillim. Ajo u rrit pa nën, ndërsa jati u largua pasi u martua, duke lënë gjyshen, Drita Fetaj, të rriste Angelën dhe vëllain e saj me zvarfërisë dhe mungesës së mbështetjes. Megjithatë, Angela u përpoq të ndërtonte një jetë të re në Gjermani, ku solli në jetë 4 fëmijë. Por pas divorcit, ajo u përfshi në një marrëdhënie të tensionuar me një shtetas kosovar, një lidhje që sipas familjarëve u shoqërua me konflikte të vazhdueshme, veçanërisht për shkak të fëmijëve. Nën presionin e rrethanave, Angela mori një vendim të dhimbshëm, 3 nga fëmijët i dërgoi në Shqipëri tek gjyshja, pa asnjë shpjegim. Fëmijën më të vogël e mbajti me vete. Kjo do ishte hera e fundit që familja do kishte kontakt me të. Sot në studio do të jetë gjyshja e Angelës, e cila do të flasë për herë të parë publikisht për ditët e fundit të kontaktit me mbesën e saj, për frikën që e shoqëron prej 2 vitesh dhe pyetjet që ende kërkojnë përgjigje. Çfarë ndodhi me Angelën pas asaj telefonate nga Serbia? A ishte ajo e lirë të flasë? Dhe pse pas 2 vitesh nuk ka asnjë gjurmë të saj? Kjo është historia e Angelës dashumish, do flasim sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, e cila rezulton e humbur për familjarët e saj këtu në Tiranë që për janarit të vitit 2023. Dhe kontakti fundit ka qenë nga Serbia, Drita. Nga Serbia, po. Mund të më tregosh historinë e mbesës? Ajo
Nga Gjermania e mori ky Kosovari që u martu atje. Pa kaluar tek martesa e dytë. Flasim për martesën e parë që ajo ka 4 fëmijë? Po. Ajo i ku vetëm me çunin. Ti e ke rritur vetë vajzën. Po. Çfarë moshe e martove Mbesa? Jo se e martova unë, ran dashni vetë, ajo e mori vetë me dashni e çunin. Dhe sa vjeç E ishte? boni, ishte 3-14 vjeç, 15 vjeç, po i. E vogël. E vogël. Kur u martua. Mi nejti ma jaftë më atë. Pastaj boni këtë çunin. Noelin. Po, djali i parë, E i pari ky. Noeli, po. Masa nesa nejtën këto, u ngretën hikën për Gjermani të dy burre gru. Kanë emigruar. Pra Angela me burrin e parë ka jetuar në Gjermani dhe me djalin. Nejtën ma jaftë tani. E në ky arriti shko u martu, mori, nuk e di, a Gjermane, nuk e di se çfarë ishte ajo. Burri e tradhoi Angelën. Po, pra, po. Por ata bën dhe fëmijë të tjerë bashk. Pra Angela me burrin e parë sa fëmijë ka? 4 ka. Ka 4 djem. 4 djem ka. Një djalë ajo e lindi në Shqipëri, Po, këte ka lindë Shqipëri. kurse 3 të tjerët ku I ka bo atje. i ka lindur në Gjermani. Po. Sa vite jetoi me burrin në Gjermani? Neti për zotin, neti 7-8 vjetë, po i e. 7-8 vjet. Po. Por çfarë ndodhi mes çiftit? Unë danë pasaj, se u martua i. Po si e braktisi me E fëmijë? braktisi e la mes rrugëve të la atje. Vetëm, me kalamojt. E kjo u detyru mori një Kosovar. Por A i Angela, Kosovari të shi e mori, edhe e qojnë Serbi. Kjo kujtoj se do të amate aty, në Gjermani. Po nuk e majti aji aty, e qojnë në Serbi, sa atje kishte shpi i këtë qulli. një shtetas nga Kosova që jeton në Serbi. Po, jo ishte në Gjermani ky, ka qenë në Gjermani. Po pra, Angela, pasi U ma me martu me atë, burrin, po. me burrin e saj të parë, që ka sjell një jetë 4 fëmijë, Po, ty të merrte në telefon, ti flisje me po, Mbesa. më folqa me Çfarë të atë. tregoj ajo ty për burrin e Më parë? kalon, tha, none, më blatha me 4 kalamoj, s'kom ku të shkoj, tha. S'kom që t'i boj, tha kalamoj vetë. Më kalon me 4 fëmijë, tha. Por nuk u kthye në Shqipëri, le të themi që Nuk të e di kishte ku mbështetje. shkoj ky, nuk e di me thonë drejt. Tu si ishte aji. Por Angela, Burri i parë. Burri i parë, gjithë flasim për burrin e parë. Po, pra. Angela u dashurua me një person tjetër. Po. Me një shqiptar nga Kosova. Boni mirë, Angela, s'boni mirë. Por pse e paragjykon? Po jo, pra Që nuk të bëri shi, mirë. nuk mos u martote fare. Të rriti me 4 kalamoj, tu kthejte për Shqipëri. Se i thash nona, hajde ke nona, se të ma ju. Si të rrit aty, të rrisë edhe kalamojt e tuj. Ajo- Nuk ndigjoj. Ajo të tregoj që kishte nisur një njohje me një shtetas Më tha mu që një qunë tha po më mashu, po më vërdiset shumë, none, tha. Do të morë këte, tha. Po, është beqare, jo këne, jo ane, tu thonë. Po i mos mërë birë, s'ke që do mose, ku do t'i lesh kalamojt? Jo, tha, do mori me gjithë fëmi. E mori me gjithë kalamoj, e qoj në Serbi, kalamojt për gjithë notën i ka sjedh këtej pastaj. si i solli fëmijët? Me shofera, se një fare, ishin 2 burra. Të 4 i solli? Me numrin tim të shimë më mori mu, unë isha në gjumë të flet. Morën ato, hajde, tha se kina pru kalamoj të Angelës. Ku jeni? Ja këtu, tha. Por Angela ty nuk të kishte njoftuar që fëmijët Jo, fare. Mrapa masa na më mori kjo mu. Tha, none, arritën kalamojt? Kaq, e ne, stop mo. S'foli mo. Kjo ka qenë telefonata e fundit? Kaq, s'kom fol mo me Angelën. U interesua për fëmijët, nëse kishin bëritur mirë në Që Shqipëri, arritën kalamojt, edhe kaq. dhe ajo e fiku telefoni më pas. Oh, i mbylli fare. Por të 4 fëmijët i solli në Shqipëri? Jo të 4, voglin e majti vetë kjo. A, djalin e vogël e majti mbajti vetë, ndërsa kurse këto 3 fëmijët tre- e tjerë? I solli këtej. O, qunin e modhe dhe ato 2 tjerat. Dvejgjilon edhe ato, si ka 5 vjeç, 3 vjeça i tjetri. Ua, e të mërshme, janë shumë A të i 1 vegjël. vjeça i tjetri. Dhe ajo i solli me një person të panjohur. Nuk e di si ishin ato burra për zotin, 2 burra ishin, me thonë drejt, as i njifsha fare. Me thonë drejt. Po si e ka kaluar kufirin? 3 fëmijë të vegjël, pa prindër, pa prokur, pa asgjë, kanë udhëtuar me një person të panjohur nga Gjermania, Jo nga drejt Gjermania, nga Serbia. nga Serbia. Nga Sepse Serbia. ajo kishte ikur fillimisht kur u dashurua me shqiptarin nga Kosova në Serbi, me 4 fëmijët. Po, me 4 kalamoj, tha i do t'i maj unë, tha. Dhe maj unë, tha, me 4 fëmi. Pa i nuk e majti.
Fëmin e botës nuk e do kush. Ky ishte shkaku që Kjo ajo ishte. solli fëmijët? I sodhi kalamojt këte, edhe sunimo ajo. Angela. E dhimbshme gjithë kjo histori dhe uroj dhe shpresoj që ajo të jetë mirë. Qaj për loto pi. T'ja gjoj zonin, se e kom rejtë e loko mish. Me vërtej kam të i kjo, ama pe kom rritu, se më vje keq o birë. Ashtu drita të besoj. Dhe uroj që ajo të jetë diku të na dëgjoj dhe të kthej A i kokën kanë pas. fra, a ku di unë e shkujte që i kanë po asajt, nuk e di. Se di o birë. Por pse dyshon më të keqen e mundshme Po që mund ta të kenë mu, vrarë? pra më shko minë, pleqnima. Se si jam e vogël, jam 70 vjeç. Regjia do na ndihmoj me pasaportën dhe fotot e Angela Nazifllarit, me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim mund të na ndihmojë me informacione. Është 27 vjeç dashur miq, është nëna e 4 fëmijëve të mitur, e cila është larguar dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e saj, me gjyshen e saj, me zonjën Drita, ajo që e rriti që prej janarit të vitit 2023. Plot 3 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Angela Nazifllarit, ku 3 fëmijët e saj më të mëdhenj ndodhen në Shqipëri, kërkojnë nënën e tyre, por gjurmët e fundit të saj janë nga Serbia. Kushdo që ka informacion, është i lutur qoftë dhe anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, u vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Drita, më dhimbsesh teksa të shikoj që loton. Do qëndrojmë të dyja së bashku edhe në pjesën tjetër, por më lejo të bëj një shkëputje për të kaluar në një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për humbjen e një 27 vjeçare me emrin Angela Nazifllari, e cila fatkeqësisht ka humbur kontaktet me gjyshen e saj këtu në Shqipëri që prej janarit të vitit 2023 nga Serbia dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Është nëna e 4 fëmijëve, telefonata e fundit që Angela ka kryer me gjyshen e saj Drita këtu në Tiranë, ka qenë vetëm momenti kur fëmijët kanë mbritur në Shqipëri dhe më pas ka mbyllur telefonin dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. E dashur Drita, por çfarë ndodhi me 3 fëmijët e Angelës kur erdhën në Shqipëri? I mori gjyshja vetë, i mori. Nga anë e babait? Po, nga anë e babait. Ajo po i manë, me gjithat e babën e vetë. Se ka ardha i. është tuaj. Është babai, ish burja Angelës, që po kujdeset për 3 fëmijët. Po. Por në momentin që ti ja dërzove fëmijët, ata çfarë të thanë? S'thanë gjohë, morën kalamojt e vetë, as i gjohë tjetër. Kalamojt vinë, shkojnë. Vinë edhe ke unë. Ata nuk i pengojnë? Jo, nuk i pengojnë, jo. I kanë lënë. Për Angelën të kanë pyetur? Jo, nuk më ka pyet fare. Vetëm, unë dua për Angelës të ngrej telefonin, të flasi me nonën e aty llafe, ta di që është gjallë. Kaq. E dashur Drita, por për djalin e vogël baba i interesohet, pyet, sepse 3 fëmijë janë, ai ka dhe... Unë si flas fare ati, ta dish mirë, se ai është shkaktari që i ndau atë. Ju nuk keni kontakt? Edhe novi kjo punë kështu. Kur ishta shumë mos bote ka ishtë mirë. Se gjunaf, i hynin gjunaf i vetë. Kështu. Por ish krushka të ka pyetur për djalin e vogël ose... Jo, hiç fare. Do me ditë fare. Ja, këto që i erdhën, i mori, edhe i qojnë të shpi. Thash letë se i maj dhe unë jo, tha, janë të fëmijës tim. Niprit vinë? Jo, vinë, hajnë, pinë, aty ke unë vinë. Jeni afër? Jetoni afër? E ka shpinë. Ja. E dashur Drita, kur fëmijët e vegjël vinë tek ju që ti kujdesesh për ta, çfarë të thonë për Angelën? E kërkojnë, besoj? E kërkojnë nonën e vetë ato. E kërkojnë. Por ti nuk di t'ju japësh i përgjigje? Qa ti them, më thuj mu. Ky modhi e di më se thot, është atje mami, thot.
A i ka kujtime nga nëna, së është i madh, sigurisht. Po, mamen. Çfarë ka treguar? A i vogli fare se mamen, e ka arru. E ka arru. Po, e ka arru, kurse i tjetri, po, që është 5 vjeç. 2 më të rriturit, le të themi, e kërkojnë në tyre se kujtojnë, dërsa i vogli fare nuk e mbanë mend. I vogli qanë mas gjyshës vetë. Por djali i madh, 11 vjeç, çfarë të ka treguar kur ka jetuar me nënën dhe partnerin e saj, me shqiptarin nga Kosova? Na sodhi këtej, thot. Nuk na donte ai. Nuk na donte. Vetëm mamin sa e majti aty, ne na qoj knesa. E dhimbshme. Po, që do bëjmë? Që do bëjmë o bjerë? Mi që herë dhe shnoshe mirë, thuj, ke shpija. Fëmijët. Po, se janë gjunaf. Çfarë dyshon ti? Se Angela arriti që Angela, të largonte... do shta dhe nuk donë me fola, kush e di si e ka halin. Angela ta ngrej telefonit, flasi me nonën, se nona e ka rritate, i lokon mishi, e në vlajnë e vetë, e dhate. Menoj e sa gjunaf nona. Kaq, ti them Angelës. Dhe uroj dhe shpresoj që ditën e sotme nga ky transmetim ajo të njoftohet, ta ndjeki këtë video, të reagoj më së shumti për 3 fëmijët e saj të vegjël që i ka janë gjunaf. 11, 5 dhe 3 vjeç. I shofi këto fëmijët e vetë se janë gjunaf për Zotit. Çuni modi jap syt i shkreti. E kërkon. E kërkon. Kur sot e more me vete për në studio, e di... Po e veti që do të me u fut mrinë edhe i gjohe që mos dali aty. Dhe e vërtet, kërkoj të ishte pjesë e studios, me shpresën që do të gjente nënë në këtë studio. Por që fatkeqësisht... Po i them Angelës të kthej kokën një herë, edhe për fëmijët e vetë, edhe për nonën se jam gjyna. Se më shkomin e gjithsesi o birë. A i kanë vra, ku di unë e shkreta, që a i kanë bo. Se e re është 27 vjeç. Shumë e re. Pa. Dhe në këto foto që përshikojmë këtu në këtë monitor, janë fotot e Angelës, ato që ti ruan si kujtim. Po, i kam aty. Se ajo mi ka qu. Por fatkeqësisht prej janarit të vitit 2023, ti nuk ja ke dëgjuar zërin. Ja. Uroj që ajo të na ndjeki ditën e sotme dhe të preket, edhe nga ky mesazh që djali i saj 11 vjeçar do të përcjelli në këto momente nga ekrani i Report TV. Mami më ka marrë madhe shumë, ktheu në shtëpi se vllai të shtëpia po qaj për ty. Pse nuk vjen të ne? Kush të pengon? Nuk të ka marrë madhi për mu, o po e kohë gjatë se nuk të kam pa. Të lutëm, një qoj këtë video, e na merë të telefoni. Për ne po kujdeset papi, e le gjysha. Mami të tua shumë, nuk të ta harroj kur. E dhimbshme, një 11 vjeçar që i thot nënës nuk s'ka marrë malli për mua, theu në shtëpi, çfarë të pengon. Inshallah, në ngjon atje sa dhe në kthehet mami. Ai ka pas dash shumë në orën e vetë, që u ka qenë i vogël. Dhe sigurisht e përjeton mungesën e saj. Dhe mua më preku shumë mesazhi i vogëlushit që ju drejtua nënës me shpresën që ajo shumë shpejt do ta telefonojmë dhe urojmë që t'i realizohet kjo dëshirë dhe ajo t'jetë mirë dhe ta kthej kokën mbrapa. Ta kthej kokën mbrapa, për fëmijët e vet. Leje nonës ka gjë, vetëm për fëmijët e vet se janë gjuna. Si edhe vërdall, si edhe në aty, hapin syt. Ky sa vjen ka shkolla, vjen direkt onon e ka do i gjo me hongë. Hajde ke nonë. Shko blinit, ke që nonë, hani. Dhe të dhëm zemra, kujdesesh dhe për ta, është e kuptueshme. E dashur Drita, ju më treguat që Angela ka dhe një vllaj, është më i madh apo më i vogël? Jo, është më i madh. Është më i madh. Është i martuar me fëmijë. E qartë, por raportet me vllajën e saj si i ka pasur? Po mirë i ka pas, s'ka pas dhe i gjë. Ate mori qa vetja vetë, thot, pse hiku u martu. Te e vreta i.
trunin, thot, pse u martu? Të merte fëmijë, u kthete, për Shqipëri, të rritë këtu, e një moshim ne. Me pak ti, pak unë e kuptoj, por unë nuk mendoj që e bëri gabim pse u rimartua se ishte e re dhe jeta të vazhdoi, por një person që nuk të do fëmijët, më mirë ndërprita atë marrëdhënie, Po nuk të do pra. se sa të largosh fëmijët e tu. Po pra është. Ka bo gabimi më të madh, së më do ti mo. S'mi do fëmijët, miru pafshim. Po kthejmë, po hiki. Po marë fëmijët e mi, se s'kom ku t'i lej këta. Kush do t'i shofi këta? Sa ajo është e vjetër. Ajo gjyshja vetë. Nga babai. Po. E dashur Drita, por me vllajën e saj në telefonatën e fundit i ka thënë diçka? Jo, as i gjosi ka thonë. Hiq. Ati ti kishte treguar Me që mu ka fola jo, mas një tjetër. Vetëm me ju? Me mu, i ka qajt hallet. O, none, tha, a im kalon 4 rrugat, mu, tha, me 4 fëmijë, tha. More vesh, ne ishim bashkë, tha, nuk e di, ka ardhë njona, tha, edhe u bo mas asajt me atë ka hikë, tha. Nuk më do, më ka raf, më ka bo, tha. Sa i edhe kishte dhunuar në Gjermani? Ka pas, edhe dora i. Do më thonë që nuk ka shu, e merte në telefon kjo që t'u kthete, ke shpija me kalam të rritë me fëmijët. Por a iku me një grua tjetër? A iku, nuk të du më, tha. Kaq. Por të gjitha këto probleme që e ka hasur me ish burri në shtetin Gjerman, vetëm ty ti ka treguar, jo vllajt apo babait? Jo, i çfarë, s'ka pas ajo lidhje me ato, vetëm me mu. E qartë, ti i ke zvësuar figurën e nënës, ti e ke rritur dhe ajo me ty është hapur dhe ka treguar çdo sekret. Por me vllajin i ka patur marrëdhënie të ftohta dhe me babain? Po, jo shumë. Me mu i ka pas gjithë llavet. O none kështu, o none kështu. Unë i dhash një përgjigje, oj të keqe nona, ktheu, meri kalamojt, hajde tuke nona. Ku t'hajnë? Ku t'hajmë ne, t'hajnë edhe fëmijët e tuaj, edhe ti o birë. Mos me rrugën a ne, gjdo në Serbi. Qa halli ke që të shkosh a ne? Nuk më digjoj. Ja i ku a ne s'folë më. Humbi dhe Humi piku fare. telefonin. Humi. Por babai vet, djali juaj, çfarë ka thënë? Se besoj, ai është në kërkim të vajzës. A? E kërkon vajzën. Qa të bëj, ku do t'a gjejmë? Thuj ti mu të shkoj të zijet, të vritet me njerës. Jo, në mënyrë absolute, por do të them, edhe ai e ndjen mungesën e saj dhe... Unë qaj a i rinë me nojt këshu. Qa do bëj? Shmashku. Qa do bëj a i? U dy t'i rova, unë e erdha o bjerë. Ta Në kërkoj. studio në emisionit pa gjurmë. Dhe bëre mirë, që erdhe në një studio televizive, një dritare që shifet kudo emisioni pa gjurëm, nga të gjithë shqiptarët e Kosovës, gjithje me shpresën që ata që mund të na ndjekin, mund të njojnë besën tuaj Angelën, por do të pyes, ndoshta keni informacion, si quesh ky shqiptari nga Kosova që a e vendosi të bashketonte? Toni e kishte emrin ky. Toni, i thërisni shkurt. Po, Toni. Nga cili vënd i Kosovës? Në Serbi, më? Jo, në Serbi kanë jetuar, por ai ishte nga Kosova dhe nga cili vënd i Kosovës? Nuk e di, në Serbi, tha jo. Kanë jetuar. Po. Dhe gjurmët e fundit janë po nga Serbia. Nga Serbia. Mirë, unë do bëj dhe një thirrje në këto minutat e fundit për historinë e 27 vjeçares Angela Nazifllari, kushdo që është duke na ndjekur dhe mund ta njohë këtë të re nga Tirana, që kishte nisur një bashkëtesë, le të themi në vitin 2022 me një shqiptar nga Kosova me emrin Toni, të na ndihmoj me informacione, pasi është nëna e 4 fëmijëve dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e saj në Shqipëri dhe gjurmët e fundit janë nga Serbia. Kushdo që e njeh Angela Nazillarin është i lutur të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. E dashur Drita, unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të kemi ndonjë lajm, ndonjë informacion, uroj që ajo të na shikoj dhe të na telefonoj dhe mbi të gjitha të jetë shëndoshë mirë. Do dohet i përcjellje një mesazh edhe në emër të 3 fëmijëve të vegjël, Angelës? Angela ta vej i herë, dorën zemër, por fëmijët e vetë, por nonën, se e kom rritë, o kom ishi. Se asë një tjetër, se njerë ka zota shofja, ka punë të veta, ka halët e veta. Unë i kam gjithë këqijat. Dhe më vjen keq, se e kuptoj që ke vuajtur në jetë dhe mbi të gjitha po Se dhe vuan im dhe shoqë sot. më ka vdek, se po dishta ishte ma tjetër. A ke humbur dhe bashkëshorti? Kushëllime. Rofshë, birë. I dashur Dritani, do betemi bashkë në kontakt, uroj dhe lutemi që ajo të jetë mirë dhe
inshallah. të reagoj. Për vetën e vetë është e re. Se humi jetën ajo e shkreta për atë. Nëna që vdiq. Nona që vdiq. Ka pasi non të mirë shumë. Do betemi kontakt dhe të falenderoj që të pata në studio. Mirë dashur miq, me historinë e Angela Nazifllarit kemi ardhur në fund edhe të kësaj pjese, do të kalojmë në reklama, do rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit dashur miq, ku në këtë pjesë dua të sjell në fokus historinë e Florian Tabakut, 26 vjeçar, i cili fatkeqësisht rezulton i humbur për familjarët e tij që prej datës 20 tetor të vitit 2025. I riu nga Tropoja, atë mëngjes të 20 tetorit, së bashku me nënën e tij u ngjit në mal për të mbledhur Boronica, por fatkeqësisht u shkëput nga nëna dhe humbi kontaktet me familjarët. I riu nga Tropoja, ky 26 vjeçar, kishte probleme të shëndetit mendor, por asnjëherë familjarët nuk e mendonin se ai do të largohej, do të shkëputej nga nëna e tij atë mëngjes tetori dhe do zhdukej pa lënë asnjë gjurmë. Ka kaluar disa muaj dhe ende familjarët janë në kërkim për të mësuar për fatin e tij, edhe denoncimi është bërë në polici, janë bërë kërkime si nga policia shqiptare, por dhe nga ana tjetër e kufirit nga policia e Kosovës, por fatkeqësisht deri në këtë moment që flasim nuk është gjetur asnjë gjurmë e Florian Tabakut. E risjellim sot në fokus me shpresën për të mësuar diçka, për të zbardhur një të vërtetë, ndaj dua të prezantoj një kronik që ne kemi përgatitur për 26 vjeçarin. Vjeçari Florian Tabaku nga Tropoja është dukur në rrethana ende të paqarta më 20 tetor, pasi kishte dalë të hënën me nënën e tij për të mbledhur gështenja në zonën e Kamenicës, në Bajram Cur. Sipas familjarëve, i riu është larguar për pak nga e ëma dhe më pas ka humbur çdo kontakt me të. Pas kërkimeve të pasuksesshme, familja ka bërë kallëzimin në komisariatin e policisë së Tropojës. Kërkimet për 26 vjeçarin vazhdojnë me intensitet, ndërsa shpresa për ta gjetur të gjallë nuk është shuar. Familjarët e tij apelojnë për ndihmë dhe bashkëpunim nga çdo qytetar që mund të ketë informacion. Ndërkohë, autoritetet shprehen se nuk do të ndalen derisa të zbardhen rrethanat e zhdukjes misterioze që ka tronditur të gjithë zonën e Tropojës. Kjo është historia e Florian Tabaku, dashur miq, kështu ai ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tij që prej datës 20 tetor të vitit 2025 dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. U bë thirrje nga studio e emisionit pa gjurmë, kushdo që e njeh këtë histori, kushdo që mund ta ketë parë këtë të ri nga Tropoja me emrin Florian Tabaku, është i lutur, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, u vazhdimisht jap kontaktet tona. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Mirë, do bëjmë një shkëputje në këto momente për të kaluar në një tjetër këshill mjekësore. Do të jemi tek Prostatoli, i cili është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në probleme dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashkë live për të vazhduar me historinë e një 64 vjeçare me emrin Dallandyshe Heqimaj, e cila fatkeqësisht rezulton e humbur për familjarët e saj që prej 2 nëntorit të vitit 2024 nga Mallakastra. Regjia na ndihmoi me pasaportën e 64 vjeçares, e cila ka dalë nga banesa me rrobat e shtëpisë mëngjesin e 2 nëntorit të vitit 2024, pa njoftuar askënd, pa lënë një adresë dhe drejtimi ngelet i paditur. Ka kaluar, le të themi, një kohë shumë e gjatë dhe familjarët ende nuk kanë mësuar asgjë për fatin e Dallandyshe Heqimaj, ku djali i saj shpeshherë ka qenë në studion e emisionit pa gjurmë dhe ka bërë thirrje, ka kërkuar ndihmë çdo qytetari që mund të ketë informacion për nënën e tij, që fatkeqësisht prej 10 viteve përpara se ajo të humbiste, vuante nga depresioni dhe mjekohej, por fatkeqësisht atë mëngjes doli pa njoftuar njeri dhe ngelet ende pa gjurmë pikpyetje të mëdha për fatin e saj. Por kush është historia e Dallandyshe Heqimaj? Unë dua të prezantoj një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Emisioni pa gjurmë vijon ende kërkimet për Dallandyshe Heqimaj, 65 vjeçarin që rezulton e humbur që prej datës 2 nëntor të vitit 2024 nga fshati Visok në rrethin e Mallakastrës. Nëna e 3 fëmijëve kuroi prej vitesh nga depresioni dhe gjendja e saj nuk ishte fort e mirë. Ditën që ka dalë nga shtëpia, fëmijët tregojnë se nëna e tyre ka dalë me rrobat e shtëpisë.
Pa njoftuar askënd ajo zhduk dhe iku në drejtim të paditur. Ta alarmuar, familjarët e dallandyshes bën denoncimin në polici, ku në bazë të kërkimeve zbuluan se 65 vjeçaria kishte ndjekur një rrugë dytësore në fshat për të dalë në autostradën Ballsh-Fier. Informacionet që kanë mbërritur kanë arritur të lokalizojnë dallandyshen në disa fshatra të Fierit. Qytetarë të ndryshëm kanë treguar se i kishin takuar në kallëm dhe gjendja e saj duke që ishte rënduar. Prej më shumë se një viti, fëmijët janë ende në kërkim të nënës së tyre, por fatkeqësisht ende nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Kjo është historia e dallandyshe e Qimaj dashumiq, edhe për këtë 64 vjeçare të humbur ju bëj thirrje nga studio e emisionit pa gjurmë, kushdo që e ka parë, kushdo që ka informacion, pasi dyshohet që mund të jetë në situatë rrugë dhe mund të jetë në lëviz në qytete të ndryshme të Shqipërisë për shkak se është e papërgjegjshme për problemet që kishte me shëndetin e saj mendor, kushdo që e shikon mos të hezitoj të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë, mos të njoftoj policinë, pasi dhe kjo e fundit ka marrë njoftimin, denoncimin nga familjarët dhe është në kërkim dhe urojmë dhe shpresojmë që të jetë gjallë dhe mos ka ndodhur asgjë keqe me fatin e dallandyshe e Qimaj, nëna e 3 djemve. Mirë, me historinë e kësaj 64 vjeçare të humbur ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit e bashkë do ritakojmë sërish. Ju e dini që pa gjurmë është çdo ditë live nga hëna të premte ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.